Qysh duhet me i majt duart kur të lutesh? Qysh me ngrit duart? Ka thënë Rasuli alayhi salam duhet me lut me barkun e duarve, me këta domethënë me këtë pjesë, jo me shpinën e duarve. Domethënë jo këto forma këto po dimna, por çka është me qëllim? Domethënë jo me lut kështu, ku ta dione? Domethënë forma e muslimanëve është me ngrit duart. Qysh me ngrit duart? Mas pari, gishtat jo kështu, po ja afron gishtat. Kjo është e para. Tani, ose i man duart kështu, ose i bashkan. Dyat janë lejuar me lejen e Allahut azza wa jall. Domethënë, ose kështu, ose i bashkan. Cilën do që e ban? Edhe i ngrit duart kështu. Edhe këshyr në duart e tua. Ka të lutesh, i shikon duart e tua këtu, edhe lutesh. Po në qofë se i ngrit duart, që shka ndodhë me Rasulin a.s. që kur ka pas vështërsit në dhaja, i ka ngrit duart në da, sa që me një rast i ka ngrit Rasuli a.s. duart deri kështu. Të më thanë, edhe në qofë se ndodhë kjo, në vështërsit e tua, Allah ta letësoft edhe një moft, ama gjendja normale është ngritja e duarve kështu, ose kështu. Të më thanë, e para, kujdes, jo gishtat kështu me ilan, i bashkon gishtat, i afron duart, ose kështu. Ajo që ka preferohet në ashta me lejen e Allahut azza wa jall është që shpina e duarve me kanë drejtim kibles. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, Allahu azza wa jall turprohet për robët tina në qoftë se i ngrit duart me lut Allahun azza wa jall me kthy duart that. Kështu që lutni Allahun subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall u pranov duat.